Fjala sot. Falja. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është falje. Ne të gjithë kemi kaluar në jetë situata ku dikush na ka lënduar apo ku ne vetë kemi lënduar dikë tjetër. A e keni vënë re se sa e vështirë është të kërkosh falje? Ne ngatërohemi në një sër arsyetimesh dhe mënyrash të menduar njerëzore që na bindin se nuk kemi pse kërkojmë falje. Ai person nuk e meriton faljen tonë. Por pikërisht në këto momente duhet të ndalemi, të kthejmë syt nga Zoti dhe të pyesim: sa I kushtoi Perëndis falja jon? Nëse e mendojmë këtë nga një këndvështrim njerëzor, falja duket e pakuptimt. E megjithatë, siç thuhet shpesh, falja është hyjnore. Na ndiqni në programin tonë të sotëm për të mësuar më shumë për faljen nga pikpamja biblike. Mos e humbisni këtë program, që do të jetë vërtet jetë ndryshues për ju. Gjatë kohës që do të kalojmë së bashku sot, do të flasim rreth një fjale shumë të rëndësishme. Faktikisht, është ndoshta një nga fjalet më të rëndësishme që mund të imagjinoni. Dhe kjo fjalë është falja. A e dini se kjo fjalë përfshin shpëtimin ton dhe jetën ton të përjetshme me Perëndi në qiell? Po të mos ishte falja, nuk do të kishte shpresë. Prandaj, fjala falje është në fokus të pjesës hyrëse të letrës që apostulli Paul I dërgon kishës në Kolos. Nëse do të qëndroni me ne, mund të hapni Biblën te kapitulli I parë I letrës së Kolosianëve. Kjo është letra e Paulit për njerëzit në Kolos. Unë do të përqendrohem kryesisht në vargjet 12 deri 14. Nëse ju pëlqen të lexoni letrat e Paulit në Dhjetën e Re, ndodhen 13 të shkruara prej tij. Nga këto, 9 fillojnë pothuajse njësoj me letrën që ai u shkruan Kolosianëve. Në hyrje, ai prezanton veten dhe këtë pjesë mund ta quajmë parathënie. Ai dëshiron të jetë shumë I qartë për adresën e letrës, duke specifikuar se kujt po I drejtohet. Në fakt, këto letra janë shpërndarë në kisha të ndryshme në rajonin e Azisë së Vogël ose Turqia e sotme. Në disa nga këto letra Pali thot: pasi të keni lexuar këtë letër, te Kolosianët, këtë gjë e bën në fund. Pasi ta keni mbaruar këtë letër, jepjani dikujt tjetri. Besoj se në këtë rast e ka fjalën për kishën në Laodice. Sot ne nuk e kemi këtë letër. Ka të ngjarë kjo letër e Palit të ketë humbur diku dhe ende nuk është gjetur. Ndoshta nuk do të gjendet ndonjëherë, por kjo nuk ka rëndësi. Ne kemi gjithçka që na nevojitet në Bibël. Gjithçka që duhet të dimë në lidhje me atë që jemi, ku po shkojmë, çfarë ka bërë Krishti për ne e kështu me radhë. Prandaj mos u shqetësoni për faktin se mund të mungojë një letër. Disa njerëz mendojnë se ka patur edhe një letër të tretë për kishën në Korint. Duket se teksti I këtyre letrave e sugjeron një gjë të tillë. Sikur po dal pak nga tema, ndaj po kthehem në temën e sotme. Pali po I shkruan kishës në Kolos, e cila po përballej me një situatë kaotike. Atje qarkullonin shumë mësime të rreme dhe kjo I kishte ndodhur jo shumë kohë pasi Krishti ishte ngjitur në qiell. Ishte ende shekulli I parë pas Krishtit dhe brenda kishës së krishterë kishin depërtuar shumë gabime. Është interesante që këto gabime janë klasifikuar me tituj specifik, duke ju mundësuar të referoheni atyre në mënyrë të përgjithshme. Ky është gnosticizmi. Është e mahnitshme që edhe në ditët e sotme, kjo herezi e njohur si gnosticizëm vazhdon të ekzistojë. Shpresoj që ju të mos e hasni këtë në librarit që mbajnë librat krishterë. Por ndonjëherë mund të ndeshni diçka që titullohet Ungjit Gnostik. Këto janë herezi. Janë mësime dhe libra të rrem që nuk janë pranuar si pjesë e Biblës. Ky gabim vazhdon të përsëritet. Por çfarë lloj gabimi ishte ai? Në fakt,
nuk është aq i pazakont sa të mos kthehet përsëri në kohët e sotme, sepse është një gabim që ka të bëjë me mendjemallësinë e njeriu dhe krenarinë e tij. Gnostikët besonin se zotëronin disa informacione të veçanta e të fsheta. Ata kërkonin gjë e gjëza dhe shprehje, të cilat sipas tyre kishin këtë apo atë kuptim. Ata kishin interpretime misterioze për çdo gjë. Rrethprerja ishte një nga temat për cilat ata flisnin. Thonin se për të qenë vërtet të sigurt se jeni fëmijët e Krishtit, duhet të rrethpriteni. Përveç kësaj, kishin edhe rregulla të tjera. Për shembull, kishin shumë rregulla në lidhje me ushqimin. Çfarë mund të hani, kur mund të hani e me radhë. Pra, gjëra të pakuptimta. Tani, nuk e dim nëse ata e kishin fjalën për ëngjëjt apo ndonjë lloj priftërinj të veçantë, por ata pretendonin se ishte dikush që mund të ndërmjetësonte midis jush dhe Krishtit, duke folur me të për ju. Të gjitha këto gjëra ishin një shpërqendrim nga e vërteta se Jezu Krishti është burimi i vetëm dhe i plot i faljes tuaj. Pra, kjo ishte një herezi, një mësim i rrem. Dhe një nga idetë kryesore që ata mësonin ishte se gjërat materiale, të gjitha gjërat materiale, ishin të këqija. Kjo vlente edhe për trupin tuaj. Trupi juaj është material dhe për këtë arsye, thonin ata, në thelb është trupi juaj i keq. A nuk është diçka kjo e tmerrshme dhe pa kuptim? Ju e dini se trupi është i mirë, sepse Perëndia e krijoi atë. Ai e dizenjoi dhe e formoi në mënyrë të përsosur. Nuk ka asgjë të gabuar tek trupi. Faktikisht, feja ose besimi i krishterë është i vetmi në të gjithë botën që mëson se trupi është i mirë dhe se ai do të ringjallet prej së vdekurish bashkë me shpirtin ton. Ne jemi një, të bashkuar në trup dhe shpirt. Nuk është vetëm shpirti ynë që do të shpëtohet, por edhe trupi ynë. Është e trishtueshme kur dëgjon të thuhet se trupi është i keq. Sigurisht, për shkak të mëkatit, ka gjëra të këqija në trupin ton. Mëkati e ka prishur trupin ton, le të themi, por kur ai të pastrohet dhe të ringjallet prej së vdekurish, do të jetë përsëri një trup i përsosur, ashtu siç Perëndia e krijoi dhe na e dhuroi. Kur njerëzit në Kolos e mendonin trupin e tyre si të keq, kjo i çonte në ekstremitet. Një nga një, disa prej tyre u bën shumë fanatik, që është një formë asketizmi, që do të thotë se ata praktikonin gjëra si meditimi dhe një jetesë shumë mistike. Pikërisht këtu hynte dieta ushqimore dhe praktika të tjera të ngjashme. Mendonin se trupi i tyre mund të bëhej i përsosur nga ajo që ata bënin dhe nga mënyra se si vepronin. Kjo çoi në shfaqjen e një herezie ekstreme. Nga ana tjetër, në Kolos kishte një grup njerëzish që thonin: "Nëse trupi ynë është i keq, çfarë mund të bëjmë për këtë?" Duke përdorur këtë arsyetim, ata filluan të zhyteshin në imoralitet, duke thënë: "Nëse nuk është faji ynë, është trupi ynë. Si mund t'japim llogari për këtë?" Kështu, ata jetonin një jetë të shthurur duke bërë gjithçka që dëshironin. Shthurja e tyre ishte e tmerrshme. Për këtë arsye apostulli Paul, në hyrjen e kësaj letre, përpiqet të zhduk të gjitha këto mendime negative e të gjitha mësimet heretike, duke u përpjekur t'i kthejë ata drejt një themeli të qëndrueshëm, që është Jezu Krishti. Kjo është arsyeja pse ai përqendrohet tek falja dhe tek burimi i kësaj faljeje, Jezu Krishti. Duhet të theksoj se kjo është e rëndësishme. Ju duhet ta kuptoni këtë. Përgjatë gjithë kësaj letre, do të vini re se ai thotë: "Jini falënderues, jini falënderues, jini falënderues, sepse Perëndia ju ka nxjerrë nga errësira në dritë." Kjo është një nga thënjet e preferuara të apostullit Paul. Atij i pëlqen ky krahasim. Ai thotë: "Ju ishit në errësirë, duke u përplasur gjithandej pas një drejtim. Ju ishit të humbur dhe tani Krishti përmes faljes së tij ju ka sjellë në dritë." Tani mund të shikoni, tani mund të kuptoni se kush jeni. Tani e keni të qartë se çfarë duhet besoni. Pra, ndryshimi midis përplasjes me gjithçka në errësirë dhe gjetjes së rrugës së duhur në dritë. Kjo është ajo që Krishti ka bërë për ju. Ai ju ka zbuluar të vërtetën e Perëndisë. Ati i tij në qiell e dërgoi atë të vdiste në kryq në vendin ton dhe përmes tij ne kemi faljen e mëkateve. Ktu theksohet
Jo vetëm për të qenë të ndryshuar nga errësira në dritë, por ka dhe një sër analogjish. Ai thot se ne ishim në skllavëri. Mendoni pak për këtë. Skllavëri do të thotë se ne ishim nën zgjedh. Nuk mund ta ndihmonim dot veten tonë, nuk ishim të lirë. Dhe tani, në Krishtin, ne jemi bërë të lirë. Thjesht mendoni për këtë analogji. Jo vetëm nga errësira në dritë, por edhe nga skllavëria në liri. Pastaj sigurisht, nëse ne jemi bërë të lirë, duke ditur se më parë ishim të dënuar nga Perëndia. Ishim në mëkat dhe të dëshpëruar. Nuk ishim shpresë për të shpëtuar, kurse si, sepse nuk mund të merrnim faljen. Por tani, përmes Jezu Krishtit, na është dhënë falja që të mos jemi më të dënuar. Nuk jemi më në dënim, por kemi faljen e Perëndisë. Ky është një lajm i jashtëzakonshëm që Pali po e prezanton në fillim të kësaj letre. Ne nuk jemi më nën pushtetin e Satanit, por jemi nën pushtetin e Perëndisë. Jemi në mbretërinë e tij. Ndoshta mësimi i parë që mund të nxjerrim që nga fillimi i kësaj letre drejtuar Kolosianëve është të kuptojmë se kushdo që përpiqet t'i shtojë apo t'i heqë asaj që ka bërë Krishti, është duke u larguar nga Krishti. Dhe ajo që Pali po thekson shumë qartë, në mënyrë shumë të dukshme dhe me shumë guxim, është se Jezu Krishti është gjithçka. Ai është i vetmi që ka ndryshuar gjithçka në jetën tuaj. Ai është i vetmi që ju ka dhënë faljen dhe ju ka bërë të drejtë me Perëndin. Ai është i vetmi që ju ka dhënë shpëtimin. Ai është i vetmi që ne duhet të falenderojmë dhe lavdërojmë, për shkak se jeta jon ka ndryshuar plotësisht. Tani, ne nuk jemi më në skllavëri, jemi njerëz të lirë, dhe kjo do të thotë se ne jemi në gjendje të shërbejmë atij. Jemi në gjendje të kuptojmë se mëkatet tona janë falur dhe përmes kësaj falje kemi jetën e përjetshme. Ne do të jemi me Perëndin në qiell përgjithmonë. Ky është mesazhi që Pali dëshiron t'i përcjell kishës në Kolos, dhe nëse apostulli Pal do të ishte këtu, pikërisht tani, ai do të theksonte të njëjtën gjë. Ai do të thoshte: mos pranoni asgjë që dikush ju thotë për t'ju larguar nga Krishti. Kushdo që e mohon Krishtin si Zot, nuk është i krishter, nuk është i tij. Ai do t'i mëshonte këtij mesazhi duke thënë: ja, ju jeni falur nga Jezu Krishti dhe përmes faljes së tij jeni sjell në mbretërinë e Perëndisë. Në fillim të programit të sotëm ne shtruam pyetjen: sa i kushtoi Perëndisë falja jon? Shpresojmë të na keni ndjekur për të marrë përgjigjen që, siç e tham, do të jetë jetë ndryshuese për ju. Falja jon. Perëndisi i kushtoi jetën e birit të tij të vetëm lindur, Jezus Krishtit. Ai pagoi me gjakun e tij për gjithçka të gabuar që ne kemi bërë. Dhe kjo sakrificë është ajo që na pajton me Perëndin dhe na bën të drejtë para tij. Pa Krishtin nuk kemi asgjë. Në Krishtin jemi bijë dhe bija të Perëndisë, të falur dhe të pastruar nga mëkati. Nëse keni pyetje për këtë temë apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.